Përshëndetje të dashur miq të mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin. Të kjo video me thënë drejtën pak më amatore, por rëndësi ka që jemi bashkë. Ferma, tema më e komentuar, tema më e përfolur, të gjithë në pikpyetje se çfarë do të ndodhë sonte. Në fakt, po pyesin shqiptarët, a do të mundet të ketë një rikthim të Akilit? Tani, unë kam besuar gjithmonë në shkaktësinë e Akilit, kam besuar në lojën e Akilit, derisa Akili nuk doli në asnjë intervistë të mundshme, edhe mund të ketë rikthim, edhe mund të rikthehet lojës. Në fakt, unë dua ta shoh Akilin brenda në fermë, sepse mendoj që kishte shumë për të dhënë, po u ndikua jashtëzakonisht keq nga loja e pist, le ta themi kështu, që po bëheshte në ferma VIP. Ferma VIP tashmë që nga ndalja e Akilit, shtëpinë e ka ndarë në dy pole. Do me thënë Mimoza që po bën një luftë të papar dhe që po e kërkon rikthimin e Akilit në shtëpi, dhe nga ana tjetër kemi Sarën e cila është krejtësisht e kundërt në këtë rrugtim. Do me thënë Sara, siç duket, nuk e do Akilin sepse kishte kacafytje dhe kishte luftra të mëdha. Sonte do të flitet për daljen e Akilit, do të flitet për debatet që janë ndezur brenda në shtëpi. Kemi një debat të hapur mes Jonidës edhe Sonit, një histori që po rikthehet pas shumë vitesh. Në momentin kur Akili e ka pyetur Jonidën se çfarë problemi keni ju të dyja nga jashtë, Jonida nuk ka fol fare dhe nuk ka treguar asnjë gjë. Ndërsa edhe Soni tha që këtë rrugtim e kishin mbyllur, por siç duket, Akili këto plagë i hapi dhe dalja e Akilit ka ndryshuar çdo gjë në ferma VIP. Një hyrje e re, një hyrje që do të rikthehen të gjithë shqiptarët në një kthim të mëhershëm. Jona Lekbello sonte pjesë e formatit të fermës VIP, do me thënë Eduardi siç duket po rikthen Big Brother VIP 2 në fermën e vet. Thyeri rekordesh shikueshmërie, do me thënë klikimet janë çdo prime mbi 400.000 klikime, të cilat janë ndjekës të rregullt të këtij formati, do me thënë dinamikat kanë filluar në fermën VIP, një ndër formatet që po mbërthen shqiptarët për ekrani. Sonte do me thënë do të flasim për dy polet e shtëpisë, siç e përmenda, Mimoza dhe Sara janë dy kryefjalët të kësaj ferme, por besoj që tani me hyrjen e Jonës, Jona dhe Mimoza do të bëhen kryefjala e kësaj ferme. Do të shohim a do të pozicionohet Jona në krah të Mimozës apo do të merr krahun e saj, duke njohur natyrën e Jonës, me patjetër që nuk mund të pozicionohet në krahun e Mimozës. Gjithsesi, pritje edhe e rikthimit të Akilit në ferma VIP dhe shumë surpriza të tjera për banorët. Unë uroj me zemër që Soni dhe Jonida ta pranojnë një herë të vërtetën e tyre.